Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tiron Alilin për të komentuar ngjarjet më të fundit që kanë të bëjnë me jetën e Gjestit, karrierën e Gjestit dhe artin që Gjesti po sjellën në skenë. Unë jam munduar në disa fjalë të përmbledh rrugtimin e Gjestit që pas daljes nga Big Brotheri edhe deri më sot. Pas përfundimit të edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, ku Gjesti ishte një nga emrat më të përfolur dhe më të komentuar, karriera e tij ka marrë një hovë të jashtëzakonshëm, që nga momenti kur doli nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, Gjesti nuk e ka ndalur për asnjë çast ritmin e tij drejt të suksesit. Me një përkushtim të rrallë dhe një energji të papërshtatshme, ai ka arritur të kthehet në një nga emrat më të kërkuar të momentit në tregun muzikor shqiptar edhe jashtë kufijve. Vetëm pak kohë pas përfundimit të Big Brother VIP, Gjesti u nis drejt Austrisë, ku mbajti dy koncerte radhazi, të cilat rezultuan të jenë ndër më të suksesshmet e tij deri më tani. Sallat ishin plot. Publiku e priti me entuziazëm dhe çdo performancë u shoqërua në një energji shpërthyese. Ajo që e bëri edhe më të veçantë këtë eksperiencë ishte fakti që Gjesti nuk ishte vetëm një ish-banor i një reality show, por një artist i vërtet, që dinte të komandonte skenën dhe të krijonte atmosferë unike për fansat e tij. Pas përfundimit të koncertit të dytë në Austri, Gjesti është kthyer në trojet shqiptare për të fokusuar në projektet e tij muzikore. Këtë herë, jo vetëm si një bashkëpunëtor apo figurë publike, por si një artist solo, i gatshëm për të sjellë një tjetër dimension të vetes përmes muzikës. Pritet që në ditët në vijim ai të publikojë këngën e tij të parë solo, një projekt që është përgatitur me shumë kujdes dhe profesionalizëm, që nga dalja e tij nga Big Brother VIP. Ky projekt është i rëndësishëm për disa arsye. Së pari, sepse shënon një kapitull të ri në karrierën e Gjestit, dhe së dyti, sepse do të tregojë nëse Gjesti ka vërtet peshë si artist i pavarur. Nga se dihet deri më tani, kënga do të vijë shoqëruar me një klip të realizuar në standarde të larta dhe pritet të bëjë bujmë një herë pas publikimit. Gjatë gjithë rrugtimit të tij artistik, Gjesti ka pasur në krah një figurë të pandar, DJ Gimbo. Dyshja ka krijuar një marrëdhënie shumë të fortë shoqërore dhe profesionale. Ata janë kthyer në një kombinim ideal në skenë, një sinqeri që publiku e ndjen menjëherë. Gimbo jo vetëm që e shoqëron Gjestin në çdo koncert, por është edhe një nga bashkëpunëtorët më të afërt në prapaskenë, duke ndihmuar në krijimin e identitetit të tij muzikor. Kjo miqësi e thellë dhe respekti ndërsjell janë një shembull i bukur i lidhjes që mund të krijohet ndërmjet dy artistëve që ndajnë të njëjtin pasion dhe vizionin për artin. Më 17 maj, Gjesti do të mbajë koncertin e radhës, që sipas zburimeve të afërta, pritet të jetë një nga eventet më të mëdha të muajit. Me rritjen e jashtëzakonshme të popularitetit të tij, pritshmëritë janë shumë të larta. Organizatorët janë duke u përgatitur për një spektakël të vërtet, ku Gjesti do të performojë jo vetëm hitet e tij, por edhe materiale të reja që s'janë dëgjuar më parë. Publiku tashmë ka krijuar një lidhje të fortë me të dhe çdo paraqitje e tij në skenë pritet me shumë entuziazëm. Gjesti është tashmë një fenomen, një figurë që ka arritur të fitojë zemrat e publikut, jo vetëm për shkak të pjesëmarrjes së tij në Big Brother VIP, por edhe për personalitetin e tij të veçantë, karizmën, sinqeritetin dhe pasionin për artin. Ai ka treguar se suksesi nuk vjen rastësisht, është rezultati punës së palodhur, përkushtimit dhe dëshirës për të ecur përpara, pavarësisht sfidave. Ajo që e bën të veçantë Gjestin është fakti që ai nuk ka zgjedhur rrugën më të lehtë, por është angazhuar me intensitet të lartë, duke marrë pjesë në çdo detaj të projekteve të tij. Ai po ndërton karrierën e tij hap pas hapi, por me hapa të sigurt.
Me një publik gjithnjë në rritje, një ekip të fortë për krah dhe projekte të mëdha në horizont. Gjesti po e ndërton emrin e tij në industrinë muzikore shqiptare, si një artist serios edhe i qëndrueshëm. Suksesi i tij është vetëm në fillesat e tij dhe ardhmja duket më e dritur se kur. Me këtë ritëm, Gjesti nuk është vetëm një emër i momentit, ai është në rrugë të sigurt për të bërë një ikonë së ardhmes në muzikën shqiptare. Edhe pse në fakt Gjesti është shndruar në një ikonë, shqiptarët janë shumë entuziastë dhe kanë shumë dëshirën që të ndjekin koncertet e Gjestit nga afër, të ndjekin, të shikojnë Gjestin, të ndjekin atë energjinë e bukur që në fakt Gjesti po transmeton dhe të ndjekin atë dashurinë e madhe që Gjesti i fal skenës. Është e mrekullueshme kur shikojmë një djalë i cili pati një qëllim të vetëm dhe nga Gjesti unë mësova se në qoftë se ne kemi një qëllim të vetëm në jetën tonë dhe i fokusohemi këtij qëllimit, suksesi është i garantuar. Dhe në këtë rast Gjesti me përvojën e jetës së tij, me atë që Gjesti po kalon dhe po vepron, po tregon që suksesin e ka të garantuar dhe çdo gjë po shkon më së mbari dhe më së miri. Gjesti momentalisht ndodhet në Kosovë dhe në Shqipëri, në dy destinacione, pasi që krijimtaria e Gjestit, veprimtaria e Gjestit dhe puna e Gjestit është e ndarë në këtë formë. Ai tashmë do të sjellën edhe këngën e tij të parë, që në fakt e presim me shumë dashuri, ashtu siç Egli bëri ditën e dieshme që bëri publike projektin e saj të parë, presim që të bëj projektin e tij të parë edhe Gjesti publik. Normalisht që nuk do të jetë këto ditë sepse Gjesti këtë muaj e ka të stërmbushur me koncerte drejt Europës dhe më pas është në qershor drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo gjë e bën Gjestin që të jetë i duar trokitur akoma dhe të jetë në gjendje për të treguar energji të bukur. Gjesti përdorën disa kombinime të këngëve në për koncertet e tij, nga ajo që mua më ka rënë në vesh, më thënë përdorën edhe këngë me motive shqiptare, të tipit të valleve shqiptare, ndoshta për t'i dhënë një atmosferë krejtësisht të ndryshe sallës dhe njerëzit për të cilët Gjesti është duke performuar. Qëndrojmë në këtë pikën për të shpjeguar dhe për të përmbyllur këtë situatën. DJ Gimbo mbetet shoku më i përbetuar i Gjestit, mbetet shoku më i mirë i tij dhe së bashku që të dy vazhdojnë të ndjekin artin edhe karrierën.